Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, begatit, të mirat të Allahut qofshin mbi gjithë ju. Falenderojmë Allahun e Madhërisëm për çdo mirësi e begati që na ka dhënë, kurse selamet tona për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Me shpresë që keni kaluar një muaj të begat, një muaj përplot me mbushje shpirtërore, adhurim, agjerim, dhe me shpresë që gjitha këto janë pranuar nga i Madhi Zot. Ne do të mundohemi të paraqesim para jush edhe kontributin ton modest si muftini e Shkupit në shërbim të besimtarëve të këtij vendi. Pas mbledhjes me në punësit fetar, ku shpërndan vendimet e Ramazanit për këtë vit, fal për kushtimit të hoxhallarëve, këshilleve dhe xhamatit të xhamisë. Madje u angazhuan edhe studentët nxënës të medresesë. E gjithë këta për çdo ditë të Ramazani, besimtarë u ofruan shërbime, u ofruan ligjerata fetare, mukabele nga Kurani familjar dhe shumë aktivitete të ndryshme fetare kulturore. Filluam këtë muaj të bekuar me vendimin e billboardeve e banderolave në vende ndryshme frekuentuese të qytetit me rrethin. Paraqitëm program të begat për ata që ndjekin faqen e muftinisë së Shkupit dhe TV Muftinia në rrjetet sociale. Kohën e syfyrit e iftarit me dua e ezan për çdo ditë. Namazi teravis, ndryshe nga xhamit tjera, tradicionalisht në xhamin e Murat Pashës edhe këtë vit u fal me hatme. Ushqimi shpirtëror Ramazanit u realizua me hafizat e rinj të Kuranit, me hafizat që ka kryer memorizimin e Kuranit viteve të fundit. Emrat e bukur të Allahut, titullohej videoprojekti që edhe këtë vit e realizua me ligjerues të xhamive të ndryshme. Në bashkëpunim me Radio Vatin, vazhdoi me realizimin e emisioneve në prag të iftarit. Si në vite paraprak edhe këtë vit, bashkëpunua me shumë media, brenda dhe jashtë vendit, si referencë për një sër emisionesh të karaktereve të ndryshme. Në tryezën e muftinisë së Shkupit, u ulën 7.958 agjerues, besimtar të shtresave të ndryshme. Fillua me projektin iftarët e muftinisë për familjet me jetime dhe familjet nevojë. E iftarët u dërgoheshin për çdo natë nëpërmjet cateringut në adresat e shtëpive. Nga këto iftare përfituan 6.148 agjerues. U ofruan iftare edhe për të burgosurit, 30 agjerues në burgun e Shutori Zares për çdo natë. Bëm iftar me 400 hoxhallar, mutevelin, afariste, qiraxhin. Realizuam iftare në bashkëpunim me shoqatat e personave me nevoje të veçanta, Mirësia, SOS Vita dhe Inkludiversa, ku morën pjesë 300 persona. Shtruam një iftar dedikuar grave, ku morën pjesë 240 mualime, profesoresha, studente, nxënëse, drejtoresha, mësimdhënëse, gazetare, aktiviste, gjithë ata që kontribuojnë në forma të ndryshme në shoqërinë tonë. Në koordinim me medresein Isabeu, gjithësisht paralelin e shtrirë të vajzave në Shkup, në 25 xhami koordinuam realizimin e programeve fetare dedikuar grave, duke shtuar në veçanti programet kushtuar ditës së Bedrit dhe natës së Katërt. Këtë Ramazan realizuam edhe 2 tribuna me mysafir nga jashtë, Hoxh Ferit Piku nga Shqipëria dhe Hoxh Muhammed Dermaku nga Kosova. Me programe të veçanta u shënua dita e Bedrit dhe shërimi i Mekës. E në kërkim të natës së Kadrit, në 10 netëshin e fundit të Ramazanit, në netët tek, realizuan programe të veçanta fetare me shumë hoxhallar. Fillua me natën 21 në Bukoviç, më pas të natën 23, duke ja bashkangjitur edhe mbrëmjen kuranore në Studeniçan. Vazhdua me natën 25 në Hraçin për ta rrumbullaksuar në xhamin e Mustafa Pashës në natën 27. U nderua me mysafir nga Republika e Turqisë dhe nga Arabia Saudite, hafizler në hoxhallar. Si dhe me mysafirët nga delegacioni 17 antarësh i BFI-s, që ligjeruan dhe vizituan xhamit të ndryshme të Shkupit. Për qenë pranë xhamatit, bashkë me bashkëpunëtorët, vizituam gati gjitha xhamit e Shkupit me rrethin. Nuk i harruam më të dashurit tanë, organizuam program kulturor e festiv me nxënës të mektebeve, duke bërë shpërndarjen e rreth 1700 paketeve të Bajramit. Duke mos harruar fëmijët, antar të shoqatave për persona me nevoja të veçanta, Mirësia, SOS Vita dhe Inkludiversa.
Nuk harruam edhe fëmijët e qendes për kujdesjet e fëmijëve, po edhe fëmijët e shtirë në spitalin për fëmijë, spitalin shtetëror. Gjithçka që përmenda dhe shumë të tjera që nuk arritëm, u realizuan fal atyre që përkrahën jetën fetare në Shkup, duke thënë Allahu u ashtoft bereqetin. E pas një angazhimi të madh në shërbim të besimtarëve, realizuam edhe koktejlin e Bajramit, me gjithë ata që në format ndryshme shërbyen nëpër xhami, me hoxhallar e këshillët e xhamive, për të thënë njëri tjetrit urime Bajrami. E ju them edhe gjithë juve, e gëzofshi Bajramin.